është një nder i veçantë për mua sot të jem këtu para jush, në një moment ku ndalemi për një çast të shohim se sa larg kemi arritur në rrugën e digitalizimit, si dhe të përfytyrojmë se sa larg mund të shkojmë akoma. Kur flasim sot për transformim digital, është bërë natyrshme që të merret si e merr qen, por në fakt asgjë nuk ka rënë nga qielli. Pas çdo shërbimi që qytetari sot e merr me një klikim, pas çdo procesi që dikur kërkonte radhë të gjata dhe ditë të tëra pritje, qëndron një punë e gjatë, e heshtur dhe këmbgulse. Dua të them bindje të plot që aty ku ka pasur një zhvillim digital, aty ka qenë Akshi. Sot dua të nis me atë që për mua është thelbi i gjithçkaje që kemi arritur. Njerëzit, stafi i Akshit, punojësit e tij, inxhinierët, zhvilluesit, teknikët, përgjegjësit, drejtuesit, që punojnë pa pushim që sistemet të qëndrojnë në këmbë. Janë ato që rralli sheh dikush, por pa cilët asgjë nuk do të ishte funksionale sot. Këta njerëz e kanë ndërtuar transformimin digital të këtij vendi gur pas guri, me një përkushtim që shpesh ka tejkaluar çdo pritshmëri. Çdo sukses bar djersën dhe mundin e tyre. Dhe arritjet flasin vetë. Implementimi i platformës së fundit më të re, e-Albania 2.0, nuk ishte thjesht një përmirësim teknologjik. Ishte një rilindje e mënyrës se si shteti flet me shtresat e ndryshme të shoqërisë. Një platformë më e shpejtë, më intuitive, më e sigurt. Për herë të parë përmes kësaj platforme, personat me aftësi të kufizuar mund të përdorin shërbimet publike online në mënyrë të pavarur dhe të thjeshtë. Për bizneset, platforma e re e-Albania 2.0 sjell një funksionalitet të ri dhe të shumë pritur nga gjithë bizneset. Menaxhimin e autorizimeve për delegimin e përkohshëm të shërbimeve publike online, që do thotë administratorët e bizneseve mund të autorizojnë punonjës apo përfaqësues për të përdorur shërbimet saktuara elektronike në emër të biznesit direkt nga portali e-Albania. Platforma e-Albania 2.0 optimizon dhe procesin e autentikimit, i cili në mënyrë klasike realizohej përmes SMS-s që vinte në telefon dhe e-mailit, dhe tashmë faktori i dytë i autentikimit mund të realizohet në mënyra nga më të ndryshmet. Po mbi këtë themel ne ndërtuam edhe diellën, që të gjithë e njohim. Është asistentja virtuale në portalin e-Albania, ku çdo shqiptar ka pasur punë me të. Dhe krenarisht, ministren tonë të inteligjencës artificiale. Diella nuk është një eksperiment teknologjik. Është dëshmia se si Shqipëria po ndjek revolucionin e inteligjencës artificiale, jo më si spektator, por si një aktor aktiv në skenën botërore. Ky vizion nuk u ndërtua i izoluar. Akshi ka punuar krah për krah me partnerët ndërkombëtar, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera, që kanë besuar në rrugën tonë dhe kanë investuar në të. Projektet që kemi zhvilluar bashkë me ta janë bërë ura që lidhin Shqipërinë me standardet më të larta të botës digjitale. Dhe njëkohësisht kanë treguar se ekspertiza shqiptare ka çfarë t'i jap kësaj bote përveç se çka t'i marrë. Më lejoni të prek edhe diçka njerëzore. Rrugët që ndërtojnë diçka të re kur nuk janë të lehta. Ka pasur momente kur puna jonë është vënë në provë, kur përkushtimi ynë është sfiduar, kur ka qenë më thjesht dorëzohesh se sa të vazhdosh. Por ekipi i Akshit zgjodhi të mos ndalet. Akshi ju përgjigj çdo sfidë në mënyrën e vetme që dinte, duke punuar më shumë, duke ndërtuar më mirë dhe duke i lënë rezultatet të flasin vetë. Historinë e institucionit ton
e shkruajnë shërbimet që i ofrohen sot qytetarëve çdo ditë, çdo moment. Kjo qëndresë, ky dinjitet është arritja për cilën jemi krenar. Të gjitha këto arritje, i Albania, Diella, projektet kombëtare dhe projektet ndërkombëtare, kërkojnë një instrument që të lëvizë më shpejt në sfidat e së ardhmes. Ky instrument është Albanian Digital Solution, shoqëria e re që krijojmë sot, e cila lindi si motor i nevojshëm për zhvillimin e shërbimeve teknologjike të vendit. Ky nuk është një model i shpikur vetëm në vendin tonë. Është një model i provuar gjithësisht në vendet e Bashkimit Evropian, si Italia, Austria, Republika Çeke, Estonia dhe tjerë, ku shoqëri të specializuara shtetërore janë bërë krahu zbatues që ka përshpejtuar transformimin digital të vendit të tyre. Dhe Shqipëria, me krijimin e Albania Digital Solution, ndjek po ato rrugë suksesshme, të përshtatur me realitetin dhe ambicien tonë. Aty ku Akshi ka hedhur themelet dhe projekton vizionin e qeverisë shqiptare, Albanian Digital Solution do të jetë implementuesi që e kthen vizionin në realitet. Ky është një hap strategjik që jep Shqipërisë kapacitetin për të mos qëndruar pas në garën globale të teknologjisë së informacionit. Akshi është i destinuar të çojë digitalizimin e vendit përpara, sepse emri i digitalizimit është i lidhur ngushtësisht me Akshin. Çdo shërbim do të jetë proaktiv, ku qytetari nuk kërkon, por shteti e din dhe e ofron. Inteligjenca artificiale në prokurime dhe administratën publike do të heqë gjithë peshën burokratike nga supet e njerëzve. Të rinjt nuk kam se të largohen nga vendi për të gjetur teknologji të ardhmes, sepse kjo teknologji po ndërtohet këtu. Të dhënat që i shërben qytetarëve do të vazhdojnë të ruhen me përgjegjësimë të lartë si gjithmonë. Do të na duhet po ky përkushtim që na solli deri këtu, madje edhe më shumë. Do na duhet guximi për të provuar ato që askush rreth nesh nuk i ka provuar dhe nuk ka tentuar. Do të na duhet mbështetje e gjerë dhe mbi të gjitha talenti i jashtëzakonshëm i njerëzve tanë. Endaj sot, derisa hapim këtë event dhe themelojmë Albanian Digital Solution, dua ta mbyll me një falënderim. Faleminderit Zotit Kryeministër për vizionin dhe mbështetjen. Faleminderit çdo personi në këtë sallë dhe jashtë saj që ka besuar te transformimi digital i Shqipërisë. Faleminderit partnerëve tanë ndërkombëtar. Faleminderit stafit mrekullueshëm të Akshit. Faleminderit.